Nderuar miq, vim podcastin e radhës mos esht. Tani gjendemi pikërisht në mes të arenës politike të qarkut Korçës. Asaj arene që tashmë po mundohet të maksimizoj votat, qoftë për subjekte të ndryshme politike, qoftë për kandidatët, dhe në fakt është një fushë betejë e cila është ende e paqartë sa i përket rezultateve që pritet të ndodhin në datën 11 maj. Duket sigur nëse bazohemi tek vitet e mbarshme, tek zgjedhjet e mbarshme, ka pasur një frym që rezultati nuk hatej edhe ndihej larg, por këtë herë duket më mjegull situata për shumë arsye të ndryshme. Gjithsesi unë kam sot të ftuar, kam kënaqësinë dhe nderin të kem Marian Jauplarin, kandidat Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, një figurë e njohur brenda Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe një figurë që në optikën e qytetarëve e dashur, të prenderoj që me mua. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë dhe duke vlerësuar në maksimum të intervistë tek ju dhe tek një njeri i cili tashmë ka vizionin të qartë se ku do të shkojë Shqipëria dhe ne tek të rinjtë kemi sy dhe Partia Socialiste aty e ka përqendruar gjithë vëmendjen. Por do ishte shumë më mirë që në këtë intervistë me ju të shpalosmë edhe atë vizion të cilën Partia Socialiste ka vizionin kryesor. Patjetër. Rrugën tonë drejt Evropës, të cilën Edi Rama ka shtruar. Ju do ta keni mundësinë që të flisni për këtë vizion, por në vetvete Arjan Jauplari është një figurë e konsoliduar qoftë nga ana politike, dhe në dijenin tim është një figurë që hapat e karrierës së tij kanë ngritur pak nga pak. Ndryshe nga shumë figura të tjera brenda të majtës apo të djathtas që shpeshherë katapultohen nga baza deri në qendër. Për së vërtetës, historinë time po ta shikosh edhe në ato kandidime që un kam pasur e kam për 8 majtës të djathtas. Në 92-shin nuk kam kandiduar nga Partia Socialiste për kryetar komunën Moglicë dhe kam fituar 87% të votave. Pra të majtë dhe të djathtë ma dhanë mua votën. Dhe unë ju detyrova atyre për jo vetëm për ato 4 vite që unë shërbeva si kryetar komune, po ju detyrova dhe ju detyrojmë tërë jetën. Dhe nuk u shkëputa asnjëherë nga ata dhe nuk jam shkëputur. Unë jam një lloj me ata, bashkë me ta gjithmonë, pranë hallëve dhe familjeve të tyre. Dhe kjo u vërtetua në 2021 ku përsëri unë mora 82% të votave në zonën tim. Të atyre votave sigurisht atyre që kanë mbetur, kështu që edhe pse unë ika në Tiranë në vitin 2003 në Ministrinë e Shëndetësisë si drejtori i përgjithshëm i farmacive të Republikës, duke dhënë një kontribut shumë të vlerësuar me reformën farmaceutik. Ajo pulla e barnave, i shikoni sot ju, është kontributi i ministrit Leonard Solis, i cili është një nga ministrat e shëndetësisë më të vlerësuarit në opinionin tim, por dhe atë punë që bëm ne me ndryshimet ligjore, të cilat më pas pësuan disa tërheqje mbrapa dhe ajo që ishte më rëndësishme, kriteret që vendosëm që barnat duhet jetë regjistruar në një nga vendet e Komitetit Evropian dhe pastaj të qarkullojnë në Shqipëri, për shkak të standardit të lartë që kanë vendet e Komitetit Evropian për barnave dhe mbrojtjen e konsumatorit shqiptar, por duke të vendosur në pull edhe çmimin e barnave, ne të mbrojtëm pra edhe shëndetin e qytetarëve, por edhe xhepat e qytetarëve. Më pas unë për kontributin që dhash, farmacistët më vlerësuan dhe më zgjodhën president të urdhit farmacistëve për 2 mandate radhazi, deri në vitin 2014. Në 2013 unë kisha një mundësi kandidimi nga Partia Socialiste për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, edhe pse nuk u realizua, por unë vazhdova të punoj për Partinë Socialiste. Dhe pastaj për të kthyer në 2017 përsëri duke i mbështetur Partinë Socialiste në zgjedhjet dhe në 2021 për të parë unë isha kandidat për deputet. Për zgjedhjet e 2021. Për zgjedhjet e 2021 dhe në këto zgjedhje kam ndier vlerësimin më të madh dhe satisfaksionin më të madh ku të gjithë qytetarët më vlerësuan në maksimum dhe unë arrita të marr edhe pse kishte një farë distancimi nga strukturat e partisë asaj kohe. Arrita të marr 5200 vota dhe rreth 1800 vota të pavlefshme për mua. Pra në total rreth 7000 vota. Votat e pavlefshme ishin për mua, për kandidatin, jo për partinë, se partia. Ndodhi ajo problematika sa i përket asaj. Unë isha u rendita i 5 në listë, kështu që unë duhet isha deputet, po dhe s'ka gjë, unë kam qenë deputet i tyre dhe unë e kam ndier veten deputet. De jure unë e kam ndier, de facto pak rëndësi ka.
Jo, ju flisni për një mbështetje graduale dhe më bëri përshtypje një frazë e veçantë që jam për te të majtëve dhe të djathtë. Në fakt edhe në ato që bëhet diskutimi i përditshëm që kemi mundësi të flasim mbas edhe me majtën me të djathtë dhe askush si gazetar se ka këtë mundësi. Shpeshherë kam dëgjuar që ju keni ofruar mbështetje, sidomos për qytetarët të cilët vinin nga zona e Korçës dhe kërkonin një farë ndihme në kryeqytet aty ku keni punuar. E keni bërë dhe mendon se të paktën kjo punë që ke bërë në shërbim të këtyre qytetarëve mund të kthehet të paktën këto zgjedhje. Këto zgjedhje që janë vendimtare dhe secili që do të sigurojë një vot më shumë se tjetri do të futet në kuvend. Unë kam rreth 22 vite që jam në shërbim të qytetarëve. Jam pothuajse ambasadori i gjithë korçarëve në Tiranë. Unë nuk kam vënë re se kush janë të majtë dhe kush janë të djathtë, asnjëherë, sepse për shkak të profesionit që unë kam, duke qenë farmacist dhe farmacia, ne kemi bërë betimin e Hipokratit dhe kur të bësh betimin e Hipokratit nuk ka as smundja nuk njihet të majtin dhe të djathtin, kështu që për çdo hall që gjithë ata njerëz kam pasur, unë ju am gjendur pranë. Minimalisht këtë nuk e kam bërë unë, nuk jam ai që mund të bëja kaq shumë por duke pasur miq dhe shokët dhe mjekët tanë të nderuar dhe të respektuar, të cilët kanë qenë gjithmonë të gatshëm. Funksionon në Shqipëri që të kesh një mik dhe në momentet më të vështira të jetës njeriu smundjen ka. Edhe për smundjen dhe ti nëse nuk i hap telefonin, nuk mund t'i thuash atij që nesër unë të justifikohesh, nuk ka justifikim. Jo. Dhe unë nuk di të ketë justifikim. Dhe edhe edhe në zgjedhjet e 2021-shit unë kam marrë një numër të konsiderueshëm votash të djathta për shkak të kësaj. Dhe sot unë jam duke punuar me miq dhe shokët e mi që nuk kanë parti, as të djathtë as të majtë. Ata janë të angazhuar në parti, po për mua nuk kanë parti. Sepse unë nuk kam pasur parti, brother. Dhe mua kjo më pëlqen. Dhe kjo është ajo gjëja më e rëndësishme për njeriu që të ndjej se çfarë ti atë që ti ke dhënë për të ta kthej në një farmas, në një farë mënyre, në të njëjtën mënyrë se si ti ke vepruar për ta. Dhe kjo është një vlerësim maksimal për mua dhe ky vlerësim për mua duhet të ishte një nga arsyet pse edhe unë pranova të kandidoj për zgjedhjet e vitit 2025. E kuptoj, po kur ju flisni për betimin e Hipokratit, shërbimin e vetë mjekëve të cilët do të hapin telefonin, mua nuk më rezulton gjitha rastet. Të paktën politika majtas dhe djathtas përfshin edhe mjek. Mjek që mbasi mund të jenë shumë të mirë profesion, por jo shumë të mirë si politikan. Shiko, betimi i Hipokratit është për gjithë. Po të them për Profesionalizmi është kam pasur deklarata për mjek që janë kandidat për deputet, për shumë nga kjo studio. Ata kanë ndoshta kanë bërë telefon. Ata ndoshta kanë bërë betimin e Hipokritit, se unë nuk mund ta bëj. Okej, më vjen mirë që të kam njëherë në studio sepse di që për kandidatët e Maliqit ploça është kufi. Sidomos për Partinë Socialiste. Por ju e keni thyer këtë barierë. Unë nuk di që të ketë ndonjë kufi. Fare. Kufit ndoshta i kanë vendosur ja kufi imagjinar. Besoj se do të ketë ndonjë kufi. Ne Partia Socialiste ka 10 kandidatë. Të gjithë janë kandidatë shumë të mirë. Duke filluar me që jemi këtu në Pogrades me Bledin që unë e kam vlerësuar dhe herën e parë dhe e vlerësoj sepse mori një numër të konsiderueshëm votash dhe ishte fal dhe kontributit të tij. Por dhe gjithë kandidatët e tjerë janë pothuajse të përzgjedhur me dikush që ka qenë deputet, të tjerët që garojnë për herë të parë dhe ka dhe femra të cilat përsëri është një garë shumë e bukur dhe shumë e fortë. Dhe kjo garë shumë e fortë na bën ne më të obliguar për të kaluar jo vetëm për të marrë vota për të majtë të djathtas pastaj që secili nga ne të maksimizojë votën e Partisë Socialiste. Kështu që në gjitha takimet që ne organizojmë edhe me strukturat e partisë, edhe në prezantimet që u bën, por edhe takimet individuale, qëllimi jonë është që ne të maksimizojmë votën për Partinë Socialiste dhe të fitojë Partia Socialiste në krye Edi Ramën, sepse këto zgjedhje kanë një veçori. Janë zgjedhje historike. A ndjeni pak adrenalinë në këto zgjedhje? Unë ndjej adrenalinë. Unë jam negociator i kapitullit 12.
kapitulli më i vështirë. Dhe unë kam marrë pjesë në Bruksel. Dhe di se çfarë Brukseli, çfarë opinioni ka Brukseli për ne tashmë. Ne ndodhemi në momentin më kritik të mundshëm dhe më të vlerësuarin të partisë. Këtë rrugë të Brukselit e të Europës e ka shtruar Edi Rama. Por ne çfarë pam aty? Europa ne tashmë na nje. Ne ishim aty dhe ndjem, dhe këtë e ndjejmë të gjithë. Kush merr pjesë aty e ndjen se sa na vlerëson në Europë. Se disa nga këto vendet e Ballkanit nuk e kanë ndoshta mendjen për momentin për të hyrë, se Malizi ka 14 vite që ka kaluar këtë fazë. Është një progres. Dhe ky progres, dhe ajo që është e rëndësishme për ne është që detyrimin që ne kemi marrë te Komisioni Evropian është që ta brenda vitit 2027 të mbyllim të gjithë hartimin dhe plotësimin e legjislacionit në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Dhe për vitet 2027-2029 ne do fillojmë implementimin e legjislacionit në përputhje me atë të Bashkimit Evropian. Dhe Brukseli për këto 2 vite do na trajtojë një lloj si antar të Bashkimit Evropian. Absolutisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Pra, nëse buxhetet sot kemi 5.2 miliard lekë për bujqësinë, nesër nuk do kemi 5.2, por do kemi 52, 10 fishin. Janë fondet të Bashkimit Evropian. Kjo do arrijë që të rrit standardin e këtyre ekonomive bujqësore në të gjitha fushat e saj. Kështu që të trajtohesh në këtë formë do të thotë që është një vlerësim shumë i madh. Dhe ky është ajo që Europa ne po na merr në gjirin e saj. Dhe sa të aftë do jemi ne për ta bërë këtë gjë. Dhe ne duhet patjetër ta bëjmë dhe prandaj duhet shikojmë për te këto zgjedhje për te smajse të djatha. Duket sikur kartën më të fortë pra keni Europën. Pasaportën europiane, të cilën zoti Rama e prezanton, është moment historik. Është moment historik. Po gjithsesi kjo është një nga strategjitë që jo detyrimisht e kemi ne dorë si shtet. Është Unioni ai i cili do të vendosë për ne. Dhe ne duhet të jemi të gatshëm që nëpërmjet reformave, të cilat shpeshherë duhen bërë edhe në më të përbashkuar në aspektin politik. Janë disa reforma të cilat duhen kaluar nga 2 palët, unifikuar të 2 palët. A mund ta rrezikoj kjo gjë në rast se Partia Socialiste merr mandatin e 4 dhe opozita nuk bie dakord me reformat apo me vazhdimsinë e reformave? Mund ta rrezikoj stërgjatjen e asaj që ne do të njohim si proces për të hyrë dhe për të marrë pasaportën europiane? Kjo nuk do ndodh. Nuk ndodh. Kjo s'ka për të ndodhur. Të jeni të bindur për këtë sepse unë edhe pak më përpara e thash, ne këtë e kemi ndjerë se çfarë opinioni ka sot Europa për ne. Ajo na do në gjirin e saj dhe kush nuk do Europën, pastaj kjo nuk ka asnjë kuptim për shqiptarët. S'mund të themi askush, edhe çdo kush që do të jetë për të ngritur dorën dhe për të thënë që po ne do hyjmë në Europë, s'do ta ngrej dorën. Nuk do ndodhë ajo. Këto janë pastaj pretendime elektorale që mund të ndodhin dhe të keq e informojnë opinionin publik, nuk ndodh. Edhe të djathët s'ka për të ndodhur asnjëherë. Në mendimin tim, unë nuk e konceptoj dot këtë sepse sy në konceptin tim. Qartë, talim pak Europën, themi pak në Pogradec, Maliq, Korçë dhe në Qark. Çfarë të thonë qytetarët? Besoj se takimet i ketë shumëta, sidomos në këtë 30 apo pak ditë të fundit që kanë mbetur për fushat, se janë shumë pak ditë. Duke ditur që Partia Socialiste zotohet gjithmonë që ne nuk kemi fushat vetëm 1 muaj, jemi gjithmonë. Unë sot ndodhem në një pozicion të zëvendës ministrit bujqësisë edhe problematikat më të mëdha sigurisht që fermerët tani kanë me bujqësinë. Dhe këto problematika, sikur të isha unë zëvendës ministri bujqësisë në qendrën e të gjithë sulmeve, do të thotë që mua duhet më kishte sulmuar, duhet më kishin masakruar. Fare, s'ka lidhje, është nuk ndodh fare. Nuk ndodh fare. Asnjë, absolutisht. Sepse unë kam qenë dhe do të jem gjithmonë transparent me qytetarët. Edhe për politikat që ka zbatuar qeveria shqiptare ndër vite, sidomos për skemat mbështetëse të fermerëve, për zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve tanë, por këto skema të mbështetjes të cilat kanë arritur në rritje. Sigurisht që ka problematika, por ato problematika lidhen me faktor madhor të ndryshimit të kushteve klimatike. Para një jave, ju e dini shumë mirë që breshri
ajo bora që ra dhe temperaturat e ftohta që arritën -6 gradë kanë dëmtuar mollën, qershin, dardhën. Dhe kjo është katastrofë. Po përballë kësaj katastrofe, unë i kam takuar qytetarët dhe i kam sqaruar. Ne jemi duke hartuar ligjin për sigurimet në bujqësi. Është një eksperiencë tashmë e marrë edhe nga në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por që qeveria turke ka marrë përsipër të na mbështesë ne edhe në hartimin e legjislacionit, edhe në implementimin e tij. Kështu që ne tashmë e kemi mbaruar atë pjesën burokratike dhe jemi duke hartuar këtë ligj, i cili për sigurimet, i cili garanton që deri në 70% të vlerës së demit ti paguaj kjo kompania shtetërore, siç është në Turqi sot një kompani shtetërore që quhet Tarsim. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. E dyta, edhe në skemën mbështetje ne kemi inkurajuar dhe po inkurajojmë elementë të skemave të Bashkimit Evropian, të cilat janë elementet e bashkimit një, e dyta të bashkimit të prodhimit, jo në as të tokave, as po të bashkimit të mendjeve dhe veç në prodhim dhe bashkë në shitje. Pra, duke prodhuar, eksperienca të kësaj natyre ka, është eksperienca e fushës së Vrinës në Gjirokast, në Sarand, ku janë 945 hektar mandarina, dhe të gjitha ata nga 15 nëntori deri në fund të janarit, shesin, të gjithë me të njëjtin çmim. Ata janë të bashkuar, kanë bashkuar mendjet dhe pastaj janë të bashkuar në shitje. Dhe që të bëhen faktorë kanë arritur deri në bursë lokale. Nuk ndodh ky fenomen në fushën e Korçës. Pse nuk ndodh? Sepse fusha e Korçës ka nuk ka një kulturë të caktuar të mbjellë për shembull mollët që janë Fuji. Tu kemi po fillon me Fujit, po fillon edhe me Montaner, po ndodhin ndryshimet. Po ndodhin ndryshimet, të cilat dhe skema mbështetëse e vitit kaluar ishte edhe për rrjetat, për të mbrojtur ato nga antibreshe. Pra një skemë investimesh për 1.5 miliard lekë. Dhe në këtë skemë investimesh kanë aplikuar disa fermerë, po edhe për mekanikë bujqësore. Dhe për sera që ne fusha e Korçës nuk e ka, por vazhdojmë të kemi prodhim në sera që është një nga prodhimet më konkurrente tashmë. Ne jemi bërë pak faktor në Ballkan për prodhimin në sera. Dhe kjo është shumë si të thua inkurajuese për ata fermerë që duhet të drejtojnë serave. Nëse nesër sot japim ato aq pak ose japim për sera rreth 15 milion lekë për sera, nesër do të japim 10 fishin e kësaj dhe të gjithë do të jenë të interesuar. Ke vende si Spanja, në Almeria, që kanë rritur prodhimin e tyre 300%, dhe sot janë bërë konkurrent në tregun europian. Ata prodhojnë 30% të tregut europian në domate kastravesa. Ne kemi rritje, por ato rritje që duhet të jenë tashmë duhet të shikohen me syrin dhe të jenë në përputhje me standardin europian. Kur ju pyes për qytetarët, më intereson jo vetëm aspekti i fermerëve, sepse qarku i Korçës nuk ka vetëm fermerë. Qarku i Korçës është edhe diversitet përsa i përket turizmit. Është edhe një qark i cili lidhet me dy dogana, por nuk do të hyj në këtë pjesë. Çfarë ju thonë qytetarët? Pse shpeshherë ata mund të deklarohen edhe krajush si emër? E them këtë gjë, ju folët pak për pjesën që keni qenë përtej të majtëve dhe djathtëve, por në raste të ndryshme sot fushata është tepër dinamike, është një fushatë që po përpos Partisë Demokratike, e cila është përballë jush në të gjitha rastet, janë edhe parti të vogla të cilat mund të kenë një pjesë të dezertimeve të votave që mund të kanalizohen te këto. Për ta bërë pyetjen më të thjeshtë, sa ndjen mbështetjen individuale në krahasim me ata që mund të kesh përballë brenda ja subjekteve, por edhe brenda subjekteve të vogla? Unë nuk ndjej në një rrezik fare, kjo, sepse kur jemi në një garë dhe gara shumë e bukur, dhe kur të gjithë luftojnë, është akoma më mirë. Dhe kur të gjithë duan që të kapin majën, pse jo? Shumë mirë. Dhe kur kemi dhe të rinj pastaj, akoma dhe më mirë. Eksperienca sigurisht që është një faktor që të jep mundësinë për të qenë më i saktë në kalkulimin e gjërave. Ku duhet shkosh, si të thuash, çfarë duhet premtosh, a do ta realizosh,
Dhe unë nuk jam nga ata që bëj premtime boshta. Unë çdo gjë që them, unë e bëj realitet. Çdo kush tek mua që kontakton me mua ka një numër telefoni tim. Dhe shumica e njerëzve pasi kanë provuar atë numrin e telefonit tim, thonë sot kanë një opinion tjetër në qark. Dhe thonë po, është njeriu që na përgjigjet. Unë do t'i përgjigjem të gjithëve. Bëhem apo s'bëhem deputet? Fare nuk ka rëndësi. Pse e mendon pjesën që s'do bësh? Nuk ka rëndësi. Fare nuk ka rëndësi. Fare nuk ka rëndësi kjo. Fare. Jo ta pyes drejt për drejt, e mendon pjesën që mbase nuk bëhesh? Për deputet? Sigurisht që ajo është garë. Edhe pse çdo kush do thotë që unë jam deputeti sot, po jo, më duket sikur brenda asaj që është Partia Socialiste, të paktën perceptimin tim, keni një avantazh. Një avantazh të dukshëm, kjo edhe për shkaqe që lidhen me funksionin tënd apo me punën tënde që ndonjëherë duket pozitive tek qytetarët, por edhe me faktorë të cilët lidhen me aspektin negativ të antarëve të tjerë në listë Partisë Socialiste. Shpeshherë ju e thatë që Partia Socialiste në listë ka vajza dhe djem të përgatitur, figura intelektuale, apo dhe figura publike të cilat kanë ofruar, por siç mund këtë figura me atërmbetje. Nëse do të pasqyrojë rezultati 6-4 që është ai barazimi i Niko Peleshit, në ato 3 deputetët e dalë nga listat e hapura, Nga ato 3 deputetët që unë me opinionin që kam sot dhe me punën që kam bërë deri tani, unë e kam mbyllur fushatën. E ke mbyllur fushatën? Po, patjetër, që e kam mbyllur. E ke rezultate? Unë e kam rezultate. Dhe opinioni im është që unë jam fitues këto zgjedhje. Dhe këtë po e them këtu para jush dhe kjo më obligon të mendoj se çfarë do bëj në të ardhmen. Dhe prandaj thash që me këtë opinion unë filloj të falenderoj qytetarët. Dhe në shumicën e rasteve ku kam shkuar i kam falenderuar që i them të faleminderit për atë që keni bërë për mua në 2025 se ju më nxorët deputet. Dhe ata thonë po ti do jesh përsëri. Më fal 2021 dhe sot them të njëjtën gjë. Nuk kam unë qefmbetje. E parandjeve 2025. Nuk kam unë qefmbetje fare me atë. Hiç fare, zero. Unë nuk shaj asnjëri, nuk di të shaj. Unë di vetëm të falenderoj të gjithë ata që punojnë për votën e Partisë Socialiste. E para, e dyta, falenderoj të gjithë ata të cilët besojnë tek mua për të cilën unë nuk kam ndonjë ngarkesë negative fare. Edhe për shkak të pozicionit. Fare. Këtë ke zonën e influencës votës. Zona e influencës votës sigurisht që është Maliqi. Unë vi si deputet i Maliqit me kërkesën e kryetarit të bashkisë të Maliqit, zoti Topçiu dhe të Niko Peleshit. Dhe në fund pastaj edhe me kërkesën e Edi Ramës, për të cilin dua ta falenderoj, i cili më mundsoi që unë të jem dhe në këtë garë. Dhe të jem në listën e hapur. Dikush mund të thoshte që pse do ishe as në listën e mbyllur. Unë kam kërkuar të isha edhe në listën e mbyllur, sepse kontributin tim e ka dhënë. Por partia kështu gjykoi që unë dhe kryeministri kështu gjykoi që unë të jem në listën e hapur dhe unë këtë listë e hapur, gara në këtë listë e hapur është shumë më e bukur se sa në listën e mbyllur. Domethënë, qasja që ju jeni sot në listën e hapur, a është një qasje për maksimalizimin e votës për sa i përket subjektit politik? Që nuk kupton. Ju kanë parë si kandidat potencial që më shumë punë do t'i bënit Partisë Socialiste në rast se do t'ishit jashtë dhe më pak punë do t'i bënit nëse do t'ishit brenda. Unë një lloj do ta bëja punë. Gjykimet e tjera pastaj janë gjykimet e tjera. Unë një lloj do ta bëja punë. Madje duke qenë brenda mund ta bëja punën edhe më të madhe se sa kaq. Sepse duke thënë se shpesh njerëzit e besojnë apo ky tash që është deputet, ky është. Gjykojnë. Por unë me këtë gjykim që kam, them që përsëri unë do të arrij të njëjtin rezultat. Si ti isha brenda liste, si ti isha jashtë liste. Kështu që për mua nuk ka fare kjo. S'ka rëndësi. Unë po vazhdoj të punoj, thash, për te të majtës dhe të djathës. Nuk kam kufi, fare.
Janë përqendruar sigurisht në zonën e Maliqit, sepse për aty në Tharë, pavarësisht se sot ka një garë akoma më të hapur edhe në zonën e Maliqit, janë paraqitur 3 kandidatë. Ne s'kemi ndonjë gjë të ndarë fare. Unë po punoj kudo. Miqtë dhe shokët e mi. Në fakt jeni 3 kandidatë në praktikë, sepse do të llogaritësh edhe zotin Spaho që është përballë jush, do të llogaritësh edhe partitë e vogla të cilët po kanë një influencë shumë të madhe në zonën e Maliqit. Pra jeni më shumë se 3 kandidatë. Apo e llogarit këtë luftë vetëm luftë brenda jush? Po jo, nuk është se llogaris shumë edhe Partinë Demokratike, se për fat keq Partia Demokratike është pak e vonuar në këtë rrugë, është pak e organizuar dhe strukturat e saj janë pak apatike dhe mua vjen keq që opozita në Shqipëri nuk është në nivelin e duhur që të ishte. E ke studiuar listën e kundërshtarit? Listën e Partisë Demokratike? Unë nuk e kam studiuar dhe listën e Partisë Demokratike. Çfarë të thonë ato kalkulimet e tua? Edhe të listën e kandidatëve të tjerë. Nuk e dëmtojnë dot Partinë Socialiste. Do dëmtojnë njëra tjetrën? Më shumë do të dëmtojnë njëra tjetër se sa Partia Socialiste. Nuk mundet. Partia Socialiste ka një tjetër organizim dhe një tjetër frym dhe një mënyrë tjetër të vepruarit edhe në struktura dhe në terren. Çka i mungon listës së opozitës përballë jush? Listës së opozitës përballë jush, domethënë sepse ju e keni konsoliduar në mënyrë të tillë listën që të keni 2 kandidatë për të parë nga Devolli, që është një strategji shumë interesante për sa i përket një kandidat në listë mbyllur dhe një kandidat nip nga një zonë influente e Partisë Demokratike, për të studiuar më pas listën me 3 zonja që janë në qytetin e Korçës, prapë që ka një reputacion shumë të madh publik. Ju jeni 3 zotërinj në atë që e njihni si gara e Maliqit, po prapë që sipas Jo, Jeri është edhe në Korçë, nuk është edhe në Maliq. Po, ai është në gjithë qarkun, në fakt, përveç Progradecit. Nuk e zbret çafllocën, siç e thash edhe në hyrje, po unë qëndroj, unë kam pasur edhe një ftesë për zotin Pendavinji. Duke qenë se ai është shumë i lirë për të lëvizur në gjithë qarkun, të vinte edhe në podcastin tim, por nuk ka pasur mundësi, nuk e shpërgjigjur ftesës, nuk e di arsyeën. Ashtu siç i kam ftuar edhe zotin Peleshi. Por përpos kësaj pjese, siç po thoya, janë 3 kandidatët e Maliqit, më pas janë edhe 2 kandidatët e Bogradecit. Si do thuash, një listë gjithëpërfshirëse për sa i përket asaj që ne njohim si Parti Demokratike dhe Parti Socialiste dhe përballë Partisë Demokratike, një listë shumë herë më e fortë në perceptimin e zotit Peleshi, një listë e mirë menduar, një listë programuar në atë mënyrë që të maksimizonte votën. Pak më kështu shpreh zoti Beleshi. Patjetër. Është një listë cila edhe zgjedhja e Devollit me 2 kandidatë. Devolli gjithmonë ka pasur deputet. Zgjedhjet e pushtetit vendor ne arritëm që të fitojmë pushtetin vendor për herë të dytë dhe ishte një angazhim i të gjithë strukturave të Partisë Socialiste, sidomos për Devoll, sepse pjesët në vendet e tjera pothuajse kandidatët ishin fitues që kur u paracaktuan. Dhe kjo bëri që Partia Socialiste t'ia shpërblej Devollit atë, duke i dhënë një deputet në listën e mbyllur, edhe pse herën e parë përsëri Devolli ka pasur një deputet. Është pak keqardhje për Kolonjën, Kolonja është mësuar me nivele shumë të larta deputetësh të ministra, president, e tjera, por s'ka gjë. Si Kolonja, Partia Socialiste ka të firmosur. Kolonja, unë në takimet e para me Peleshin dhe me Gzimin, do kisha edhe Maliqin dhe Kolonjën, por përsëri unë kam dhe Maliqin dhe Kolonjën. Se unë po shkoj përsëri edhe Maliqin dhe Kolonjën. Kam shumë miq edhe shok në Kolonjë dhe që duke filluar nga 3 urat dhe deri në Sandami me Qarkë. Kështu që Kolonja është vërtet një teren shumë i njohur për mua. Në 2017 kam qenë në Kolonjë dhe kam lëvizur gjithë fshatrat e Kolonjës dhe i ruaj lidhjet për asaj kohe. Po Kolonja ka dhe burra dhe gratë shumë të mençme, të cilat t'japin ujin mbi lugës, kështu që do t'i vlerësojnë ata njerëzit që
jam të devotshëm dhe për koloj. Kështu që ne do jemi deputet qarku dhe nuk do kemi dallim. Për mua nuk ka asnjë dallim, as nga Pogradeci, as nga Devotja. As nga Pogradeci. Fare. Unë kam dhe shumë miq dhe shok në Pogradec. Si ke marrëdhëniet me drejtuesit e politikë të Pogradecit? Kur flas për zotin Xhakolli që është kryetari i bashkisë, por shumë të mirë ajo. Shumë të mirë, patjetër. Unë i njoh, i kam miqtë e mi, Erioni është mjek, Bledin kemi qenë bashkë luftëtar në llogarin e Partisë Socialiste, po dhe me Xhakollin për cilin kam një respekt veçantë, i cili ka ditur të organizoj mirë punët për ta nxjerrë Pogradecin në maksimumin e tij. Dhe unë e besoj këtë gjë. Bledit paktën sipas kalkulimeve dhe sipas të gjithë asaj që edhe zyrtarët e Partisë Socialiste thonë, pritet që nxjerrë rezultatin mbase më të lartin në nivel qarku, por edhe më të lartin ata synojnë që të kthyen edhe një rekord kombëtar për sa i përket numrit individual të votave. Si e shef këtë pjesë? Ja uron këtë gjë? Patjetër që ja uroj. Do ishte shumë mirë për Partinë Socialiste. Jashtëzakonisht mirë. Do ishte mirë për Partinë Socialiste kjo. Dhe kjo i vlen punës partisë, se ne duhet të fitojmë votën e partisë, pastaj votën e kandidatëve. Po pse ai kontribut që këta të bashkuar të arrijnë maksimumin? Shumë e mirë është. E qartë. E qartë. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht kur në mesin politik vlerësohen politikanët, vlerësohen ata të cilët mbase dhe merita i duhet. Dhe për fatin tuaj të keq të 2021-shit, si ju dhe edhe Bledi u dogjët për të njëjtin shkak. Shkaqet të cilat janë shkaqe politike dhe mua më vjen keq kur ndodhin gjëra të tilla, të cilat janë parashikuar ligjërisht, por nuk mund të ndryshosh në aspektin total e shumatorës. Unë nuk kam ndier ndaj keqardhje, unë kam ndier vetëm vlerësim dhe gjithmonë për keqardhjet e mia. Jo, faleminderit. Dhe gjithmonë kisha ndërmend që nuk e kisha mendjen këtë radhë për edhe për të kandiduar, kjo nuk ishte dëshira ime. Keni pasur ftesë. Kjo ishte ftesë. Kjo ishte ftesë. Kjo ishte ftesë këtë radhë. Nëse herën e parë unë i kam thënë Nikos që në listë do jemi 11 dhe kam thënë që do jemi 11 dhe pastaj mora aq vota sa mora, atëherë unë nuk e kisha. Por ata më thirrën dhe unë tregova i gatshëm. Dhe në fund fare të thot kryetari i Partisë Socialiste për të cilin unë kam respektin maksimal, nuk diskutohet me saj. Më tregon pak mbi këtë bisedë kur të mori në telefon, kur telefonoi për të pjesë. S'ka nevojë të tregoj bisedat. Thjesht por ne ulëm bashkë dhe bisedat bëhen mes burrash dhe kështu që ato biseda nuk kanë. E morëm bisedën. Patjetër që morëm bisedën. Më vjen mirë në gjithë të pjesë. Unë ju dhash pak më herët një rezultat që është rezultat i barazimit që e konsideron zoti Beleshi, por si e mendoni ndarjen e qarkut për sa i përket numrit mandateve? Këtë dua edhe në perceptimin tuaj, por edhe në strategjinë tuaj. Domethënë, sa synoni, sa jeni? Shiko, drejtuesi politik i qarkut e ka dhënë mesazhin. Dhe ka objektivin që ne të marrim 7 mandate. Që duket e pamundur në aspekt shqiptar. Kështu në aspektin matematik duket e pamundur. Në aspektin politik, unë them që mundësia është. Sepse jemi në politik dhe ne nuk dihet se si do luaj politika deri në fund, sepse ne 3 ditë kemi filluar fushatën zyrtarisht apo jo. E qartë. Dhe nëse duam në këtë periudhë ne do të arrijmë të dimë të luajmë mirë, mund të marrim dhe mandatin e 7. Dhe kjo është pastaj një goditje fakt për opozitën. Ky është katastrofë nëse është një goditje për opozitën, por edhe një mësim për opozitën. Opozita duhet pastjetër që ta ndryshoj pak atë mënyrën se si zgjedh dhe se çfarë politike di të bëj. Sepse edhe në këto kushte kur ne kemi 12 vjet në pushtet dhe të arrish të marrësh 7 mandate opozitës, pastaj është pak e rëndë për ta. Por duke folur për atë synim që ne kemi që ky do jetë mandati i Shqipërisë Europiane, nuk do jetë shumë e keqe për opozitën, sepse edhe opozita do rreshtohet drejt edhe Europës, dhe unë këtë e besoj. Kështu që nuk edhe pastaj sondazhet nxjerrin 6-4, pavarësisht asaj pjese të objektivës tuaj. Sondazhet e nxjerrin 6-4. A do të ishte edhe ky një rezultat i pranueshëm dhe i merituar i Partisë Socialiste, nëse ndodhte pra që diferenca të ishte edhe me qoftë një mandat?
për shkak të formulës që ne jemi me 10, se po të ishte me 11, Me 11. 7 me 4 ishte edhe plotësisht e realizueshme, por dhe kështu mund të ndodhë. Keni qenë më herët në Kështu mund të ndodhë. 6-5. Unë mendoj që kjo është një barazim për ne. Faktikisht, se po ta quajmë aty ku ishim vetëm. Është një barazim për ne, edhe pse ka ikur një mandat deputeti, kjo është barazim për ne. Kështu që do ta quaja një plotësisht e realizueshme për Partinë Socialiste. Kur vendos Ivi Kason përballë Niko Peleshit, qoftë si strategji politike, qoftë si figura, postura politikanësh, Niko Peleshi është një politikan tashmë i konfirmuar. Unë për Niko Peleshin, duke qenë dhe miku i tij, e njoh shumë mirë që prej vitit 2005, që unë kam qenë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kemi 20 vite bashkë, kemi punuar dhe unë e kam vlerësuar për atë që ka bërë për Korçën. Dhe edhe shpesh kam thënë në një televizion në Korçë atëherë që ato që ka bërë Niko Peleshi në lidhje me Korçën, për turizmin, për zhvillimin e Korçës, por dhe të rajonit, do të mbahen mend për shumë vite. Dhe kjo është një, si të thuash, një politik e cila ka qenë konstante dhe e qëndrueshme. Por Niko ka dhe një veçori tjetër që me Korçën e ka të lidhur shumë atë jetën e tij me Korçën. Është e vërtet kjo pjesë. E ka të lidhur jetën e tij me Korçën dhe edhe madje kritikohet edhe për pak lokalistë që kjo është situata. Ky është problemi i madh. Unë ka vetëm me Korçën. Dhe nuk e njoh shumë Ivi Kasonin, që mund të them, nuk e njoh. Kam dëgjuar fjalë shumë të mira, një djalë i ri me perspektivë që do ta ketë të ardhmen përpara, patjetër. Por jo tani. E po të shi ai, nëse ata do marrin, tham, në rastin më të keq 3 mandate, e ardhmja duket çike larg. Kështu që më vjen keq, por kjo është 20.000 votues të regjistruar nga jashtë. Partia Socialiste shef si një nga kuajt e betejës votën e diasporës, apo jo? Patjetër që është. Si e shihni ju në aspektin individual, në aspektin e mbështetjes ndaj jush, por edhe në aspektin e votave për thesin e madh Partisë Socialiste? Unë të parë në shoh aspektin e votave për thesin e madh Partisë Socialiste, pastaj votat individuale. Unë në datën 7 fillova, në 7 mars e fillova betejën dhe erdha. Unë nuk isha asnjëherë në Athinë apo të isha në vendet e tjera për të disfavorizon kjo gjë? Jo, fare, absolutisht. Përkundrazi më favorizon. Kjo më favorizon. Ka shumë arsye që më favorizon dhe s'ka nevojë që t'i themi këtu. Atë opinion që kam këtu brenda, unë e kam dhe jashtë. Kam qenë në Athinë, kam qenë në Selanik dhe e shikoj opinionin. Nuk ka nevojë, njerëzit, fjala e mirë përhahet. Dhe kjo i vlen të gjithëve. Kështu që nuk e shikoj fare as si disavantazh për mua, përkundrazi. Shikoj të njëjtën trend siç është brenda tek vendit, ashtu edhe jashtë vendit. Unë kam të njëjtit mbështetës edhe jashtë. Madje në zonat tona, emigrimi i shqiptarëve sidomos në Greqi, që është ambari më i madh, janë zonat tona të fshatit që kanë punuar dhe shkojnë dhe kanë punuar në Greqi dhe vazhdojnë të punojnë në Greqi. Pra ju mendoni që keni mbështetje më të lartë? Patjetër që sa përqind këtyre 20.000 vota të mbjellin? Ka pasjetër, unë nuk mund të them se si sa, nuk e di, mendohet që ne nga ato vota, nga ato 20.000 vota, llogarit 15.000 janë, po 15.000 mund të votues, se 5.000 mund të humbasin për shkak mund ta humbasin votën, ha? Po minimalisht ne duhet të shkojmë mbi 11.000 vota që të marrë Partia Socialiste. Mbi 11.000. Po. Pra mbi 10-ën është pothuajse gati një mandat, është i cili ruan edhe këtë konsolidon mandatin e 6, por jep premisa edhe për mandatin e 7. Po vota individuale sa të keni ju? Secili nga ne. Pas llogaritjeve. Ti, në sa vota do dalësh deputet? Sa vota do marr unë deputet? Po.
Nuk mund ta them sot se sa vota do marrë deputet, sepse nuk dihet se sa do votojnë për Partinë Socialiste dhe sa do votojnë për kandidatin, po që Po mirë, do një shifër e keni. do jem në garë me Bledin tuaj. Bledi nuk është vetëm ime. Po thash Bledin demokratit, me që se na i kemi vënë kufin, po ja që ne e kalojmë kufin edhe vjen. Unë Bledin e kam mik, siç e kam mik, ashtu ndaj mendimet kundërta me të. Përsa i përket anës politike, shpeshherë zgjedh vetë jem opozitar, jo domosdoshmërisht me Partinë Demokratike, por opozitar. Të qenit opozitari i vlen një qarku. Bëni shumë mirë sepse kur nuk ka opozit, kur nuk ka opozit, opozitën duhet ta bëni ju dhe mua kjo më vjen jashtëzakonisht mirë që bëni dhe pak opozit dhe kush nuk e kupton opozitën tuaj, pastaj është shumë gabim. Ato se ka një shprehje shumë bukur, ne mbajmë përgjegjësi për ato që themi, por jo për ato që kuptojnë tjerët. Jo, shiko. Un kam një mikun tim që zëvendësministri Dhimo Kode thotë kështu. Shqipërinë thot, ose bujqësinë, ose një fushë caktuar. E bëjnë ata që bëjnë, thot, jo ata që thonë. Kështu thot Dhimo. Pra, ata që thonë, ne që themi, ne bëjmë dhe pak politik. Ata që bëjnë janë qytetarë. Dhe ata do na vënë notën. Dhe juve u ka vënë notën si opozitar dhe mua më vjen jashtëzakonisht mirë. Dhe ne politikanëve na kanë vënë notën si politikanë. Pra, ai që qimton dhe ai që voton është ai. Aty, ai që punon, që prodhon, që prodhon mira materiale dhe që na shikon ne me një sy tjetër. Dhe syri tia nuk i shpëton askush. Nuk po të them datën 11 apo 12, se do jeni të lodhur, po në 13 çfarë ndodh pasi zgjoni nga gjumi. Sepse do keni 11 mbyllen votime, 12 do numërohet. Nuk do jenë numëruar në 12 votat, sepse kanë edhe votat e partisë dhe të kandidatëve, kështu që do shkojë tek 5 një 2-3 ditë. Çfarë do ndodhi pas? Asnjë gjë s'ka për ndodhur. Unë do jem fitues dhe kaq. Cili është mesazhi juaj për qytetarët nëse i drejtohemi tani? Mesazhi im për qytetarët është që unë jam një nga shërbëtorët e tyre. Dhe këtë kam treguar. Ata që nuk më kanë njohur do fillojnë të pyesin njëri tjetrin. Dhe nuk do arri deri në fund ditës të data e votimit për të njohur, por më kanë njohur që tash dhe unë e thash këtë gjë. Dhe unë pastaj do jem ai që një politikan ndryshe. Dhe këtë unë di ta bëj. Dhe di ta bëj shumë mirë. Dhe duke qenë një politikan ndryshe, zgjedhja e tyre do jetë ajo që atyre do t'ju krijoj një tjetër mundësi nga çfarë mundësi ka pasur deri sot. Kështu që unë i ftoj të gjithë qytetarët që do kenë një mikun e tyre të familjes. Unë kam bërë një kartë vizitë që ka një numër telefoni në pjesën e parë dhe mbrapa është vetëm pjesa elektorale se si votohet. Dhe kjo kartë vizitë do shkojë tek shumë qytetarë. Ja kjo është, po ja u lë dhe ju. Ky numër telefoni 069 20 80 178 është një numër telefoni i imi i vitit 1993 dhe nuk ka për të ndryshuar derisa unë të kem frymë. Ky do jetë numri tim i telefonit. Kështu që e keni vendosur edhe pjesën e edhe pjesë. Kjo të mbetet elektorale, kjo pjesë tjetër të mbetet në shtëpi për të gjithë ata që duan ta kenë. Dhe ta provojmë. Po e mbaj. Kush e ka provuar? Po e mbaj sepse do më duhet në rast se ju fitoni një mandat, patjetër, në mes majit unë do t'ju kem pak në studio. Faleminderit. Duhet të pyes edhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Familja. Të pyes për familjen sepse është një nga energjitë ose karburanti i çdo individi. Paktën për mua kështu ndodh. Individualisht. Shumë mirë. Si keni në këtë moment pozitën e familjes? Di që fushata të largon pak të këtë muaj, i shikon pak më rrallë, po çfarë ju thon ata? Si ju karikojnë familjarët e tu? Unë kam nusen dhe 2 çuna dhe ti ke me jetë,
Kam dhe një besë të vogël të cilën më mban nusja në shtëpi. Dhe ata kanë ardhur këtu çdo fundjavë që më mbështesin mua. Po unë kam pasur mbështetjen e familjes jo vetëm për këto zgjedhje, por e kam pasur në vazhdimsi. Dhe kontributet nuk janë vetëm kontributet e mia në të gjitha aspektin, po janë dhe kontributet e familjes të cilat shpesh unë i kam cënuar dhe i kam privuar ata. Por gjithmonë nuk më kanë thënë absolutisht asnjë. Vazhdo dhe ec përpara. Ky është motivi tim. Të ndihmon kjo? Më ndihmon shumë, patjetër. Jashtëzakonisht. Sepse nëse familja do thoshte po dalim o çana bëre kështu etj. Ndonjëherë pas zgjedhjeve edhe mund të ketë thënë, bo Arjan, po si ja, duhet të kishim, por kaq. Mbaron. Është ai gjykimi patjetër, gjithë në krah. Dhe kjo është motiv, patjetër. Por në krah kam dhe shumë miq të shoh. Jashtëzakonisht miq të shoh. Dhe një nga miqt e rinj që zura ishte ju e sot. Dhe unë të falenderoj në mënyrë të jashtëzakonshme. Sepse ta thash dhe në fillim, ky brezi juaj, i cili pasqyron realitetin në mënyrën e tij më të mirë, është e ardhmja. Ne kemi eksperiencën tashmë, por rinia ka të ardhmen përpara dhe unë do të shikoja nesër sa miq si ju, si një miku im Endri, që ti ishte patjetër nesër. Të na ndiqni ne dhe ju, pse jo. Kështu që ju nuk jeni vetëm, ju duket sikur jeni në politikë, po ju jeni dhe nuk jeni në politikë. Dhe të jesh dhe të mos jesh në politikë është një gjë shumë më e bukur se sa kjo që bëjmë ne, që unë sot jam në politikë, edhe pse nuk jam një politikan. Unë e kam parë realitetin dhe politikën, unë shikoj më parë realitetin pastaj politika është aty. Është e vërtetë që Partia Socialiste ndonjëherë bën goditje të forta. Bën goditje të forta duke luajtur mbase mirë, mbase keq me elektoratin, por në rastin e Maliqit duket sikur jo vetëm që ka luajtur shumë mirë, por ka vendosur njerëz që për qytetin dhe për vetë zonën kanë vlera. Pas të tjera të vlerësohen në datën 11. Kështu që unë të falenderoj dhe kam patën kënaqësi vërtet që të patën studio. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësia ishte për mua. Të nderuar miq, ishim sot në podcastin Moshesh me Arjan Japlarin, kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, një nga kandidatët potencial për zgjedhjet e 11 majit. Mbi të cilën diskutuam pak a shumë mbi atë çka Arjani planifikon për vazhdimsinë e zgjedhjeve, për atë që ne e njohim si betejë më e fortë elektorale që pritet të ndodhi në këto vitet e fundit të demokracisë. Gjithsesi unë do t'ju le përsëri takim me një tjetër kandidat, deri atëherë ju uroj që të keni ditë mbara.